Selamu alaikum, thot vjera ma përqesh babën. Pamjen e ti, buri thot s'ka reagu. Reagova unë edhe mu idhnu buri. Aleikum selam, rahmatullah. Përqeshja njerëzve është haram. Hynë në kategorinë e mëkateve të sigurta bile dhe të mëdhaja. Allahu Gjelleshanuhu ka përmend në Kur'an duke thonë mirë për ata që i përqeshin të tjerë, pra mirë. Disa djetarë kanë thonë mirë apo wejl, është lugin në xhehenem. Por edhe nëse përkthejmë si lugin në xhehenem me veçantë për këta njerëz, ose edhe nëse përkthejmë si mirë për ata, njëjti bie. Do më thonë njëjta madhësi e mëkatit. Ajo nuk banë me përqesh, nga ona tjetër burit duhet me këshillu nonën e vetë, nëse ti ke reagu, ka qenë ndoshta marrësujshme me thonë burit lutëm, tjetër herë mos ta bëjnë nona jote këtë gjë. Nëse ai prap nuk reagon, është e lejuar që ti thush normal me një edukat që është takon ty si besimtare, që ta ndalosh një gjë të tillë. Nëse nuk merr vesh, pastaj mundesh me reagu edhe pak ma ron për fat keq.